Një temë aktuale në vend janë edhe paralajmërimet për ndryshimin në kodin zgjedhor, ku përfol edhe mundësia që vendi të jetë një njësi zgjedhore. Për të mësuar qëndrimin e BDI-s në këtë temë dhe zhvillimet e tjera politike, të ftuar në këtë edicion informative kemi koordinatorin e grupit parlamentar të kësaj partie, Blerim Bexheti. Intervistën do ta zhvilloj kolegu Recep Çamili. Recep, urdhëroni, fjala për ju. Faleminderit Belinda. Pa humbur kohë, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe, i themi koordinatorit të grupit parlamentar të Frontit Evropian dhe deputeti i BDI-s Blerim Bexheti. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjet. Zotri Bexheti, para se të fillojmë të flasim për ndryshimin e modelit zgjedhor për të cilin ju jeni ftuar në këtë edicion të lajmeve, shumë shkurtimisht më përgjigjeni se si e komentoni deklaratën e fundit të kryeministrit Mickovskit në lidhje me vërejtjes ndaj drejtorit të Agjencisë për zbatimin e gjuhëve, zotri Arsim Idrizi, i cili nëse ky fundit përsërit gabimin, e citoj Mickovskin, dhe nuk flet maqedonisht, do të shkarkohet. Edhe profesori, arsimtari me nxënësin në shkollë fillore nuk sjellet kështu, siç sjellet kryeministri me këta të Lenit apo të Vlenit. Nuk kam se si e komentoj ndryshe atë që themi që para formimit të kësaj qeverie e deri tani, kjo është një raport i padronit me punëtorin, padronit kur them VMRO DPMNE-s kryeministrit dhe zyrtarëve të Vlenit, dhe kjo gjendje nuk di pse edhe parashtroni si pyetje pa dash ndërhi kur është në kontinuitet duke ndodhur në raport me shqiptarët nëpërmjet këtyre të Vlenit, ku mundsojnë një defaktorizim total institucional të shqiptarëve, një frim anti-shqiptare, një qeveri me vendime dhe vendimarrje anti-shqiptare. Do bisedojmë më vonë edhe për defaktorizimin e shqiptarëve, sepse është lidhur edhe me modelin zgjedhor. Pra aktualizohet dëshira e hakmueshme për të ndryshuar modelin zgjedhor, kësaj radhe nga Partitë Maqedonese, ndërsa servisi i dytë publik ka vazhduar dhe vazhdon të merr mendimet ose qëndrimet e partive politike shqiptare rreth kësaj çështje, dhe pyetja e parë shumë shkurt, a është e mundur që të ndodhë kjo apo jo? Po tash kodi zgjedhor miratohet me konsenzus, ka një kërkesë të kahmoshme të partive politike më të vogla, do kisha thënë, në shtet, që nga 1-2 deputet, pa deputet e kështu me radhë, dhe në kuadër të Frontit Evropian ka qëndrime të ndryshme për këtë çështje. Bashkimi Demokratik për Integrim ka lishuar një komites që të njofton opinionin se është e gatshme të bisedon për një njësi zgjedhore, si pikërisht për një njësi zgjedhore të vetin, pasi që është në kontinuitet kërkesë e tyre. Po ka edhe parti politike që në kuadër të Frontit Evropian që e përkrahin këtë ide, por normalisht aty janë të parapa me listat e hapura, është cenzusi, domethënë që të ketë një rregull, dhe jemi përpjek që të mbajmë llogari edhe për standardet praktikat europiane, po edhe mos dëmtohet shumë shkurtimisht kur flasim për Frontin Evropian. A janë të gatshme të gjitha partitë shqiptare të bashkuar tek Fronti Evropian që të mbështesin ndryshimi eventual të modelit zgjedhor, i cili nuk do të jetë këtë 6 njësi zgjedhore? Shumë shkurtimisht, po ajo sepse keni qëndrime. Tani unë nuk dua të predikoj për qëndrimet partive të ndryshme që janë pjesë përbërëse në kuadër të Frontit Evropian. Sigurisht se keni koordinimin. Dhe gjithë kanë mundësinë që të kenë qëndrimet e veta, dhe ajo është një përparësi e jona si Front Evropian. Unë sa po shpreha qëndrimin e Bashkimit Demokratik për Integrim, ku ne parashojmë cenzus dhe listat hapura që realisht edhe mos defaktorizohet vota shqiptare, po edhe janë praktika standarde europiane. Nga ta dim se me një njësi zgjedhore janë më mirë të shpërndahen votat e qytetarëve, e gjithmonë flasim këtu ne për votat e shqiptarëve, e jo në 3, 6 apo 8 njësi zgjedhore. Tani Bashkimi Demokratik për Integrim është parti më e organizuar në shtet, një ndër partitë më të organizuara në shtet, dhe normalisht që ka bë kalkulimet e veta, ka bë analizat e veta, kjo nuk është një temë risi, dhe sigurisht që në rrethanën që kemi para pa, dhe dalim me këtë qëndrim që në kontinuitet mundoheshin që të akuzojnë se Bashkimi Demokratik për Integrim si reprezent i shqiptarëve bllokon këtë ide, dhe tani me këto praktika europiane ne jemi të gatshëm që të bisedojmë edhe për këtë çështje. Ta formuloj pak më ndryshe pyetjen. A do të rritet numri i mandatëve shqiptar në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut me një njësi zgjedhore ose me më pak njësi zgjedhore? Sigurisht që do të rritet, pasi që revolta është shumë e madhe ndaj kësaj qeverie anti-shqiptare, dhe daljen ne shpresojmë se do të jetë shumë e madhe nga ana e shqiptarëve që ta dënojnë nëpërmjet armës demokratike, votës vetë, gjithë shqiptarët këtë qeveri, dhe ne në kontinuitet kemi filluar të paralajmërojmë se këto zgjedhje do jenë referendum për pakënaqësinë e shqiptarëve ndaj kësaj qeverie, dhe ne presim edhe trendin e rritjes
së votës për ne dhe për shqiptarët. Po zotëri Begjeti, nëse keni ditur se rritet numri mandateve shqiptar në Kuventin e Maqedonisë së Veriut, BDI-ja ka qenë gjatë periudhës së kaluar në pushtet. Pse kur ka pas iniciativa të këtilla nuk i keni dhënë hës që të bëni ndryshimin e modelit zgjedhor, sepse ndoshta sot, sigurisht do pajtoheni me mua, ndryshe do të ishte kur në tavolinë partitë shqiptare, pavarësisht cila është opozita e cila merr më shumicën, do të ishin me përmbi 33 deputet ose tani me 33 nën 30 deputet. Me rëndësi është të jenë të shëndosh dhe mos jenë izmeqar, siç janë disa deputet ndihmestar të klikës së tyre të Vlenit, që janë argat hizmeqar të kësaj qeverie me vendime antishqiptare, siç po veprojnë në kontinuitet. Jo, pyetja është pse BDI-ja nuk i ka bërë këto ndryshime më herët. Tash, nëse i keni përcjell, Bashkimi Demokratik për Integrim më herët ka pas një qëndrim që me 3 zona zgjedhore, po, e di. Shteti. Dhe pak që në fillim e thash se kodi zgjedhor miratohet me konsenzus, dhe tani është hap tema, është hap debati, dhe duhet të ulemi në tryez gjitha partitë politike, kuptohet edhe rekomandimet e OPSE Odirit, edhe ta shqyrtojmë çështjen e inxhinjeringut ku deputeti i VMRO, DPMNS dhe LSDM-s me ndihmën e tyre Adnan Azizi mori mandatin e deputetit vetëm që t'i shkurtohet frontit evropian dhe të cënohet legitimiteti i shqiptarëve. Nga kjo qeveri pa legitimitet etnik duhet t'i shohim gjitha këto çështje, domethënë janë shumë të rëndësishme edhe mekanizmat brenda, mekanizmat ligjore flas në kuadër të kodit zgjedhor. Përderi se keni bërë analizë të mirëfillt sa i përket këta, më tregoni se si është më mirë të konverton votat e diasporës në një njësi zgjedhore apo veçmas? Normalisht edhe kjo çështje duhet diskutohet se ka modele të ndryshme. Mundet edhe me më shumë njësi, po të ketë edhe një njësi të përbashkët. Ka shumë modele që tani besoj se koha nuk na premton, duhet një debat më i gjerë dhe më profesional. Ju keni parasysh që kam qenë edhe ministër i drejtësisë dhe kam facilituar me partitë politike në ndryshimet të kodit zgjedhor, dhe kjo është një proces inkluziv i më tepër subjekteve, qytetarëve e kështu me radhë. Po si do ta bindi Aleancën për shqiptarët e zgjedhin Selësh që të mbështesë të propozimin juaj me një njësi zgjedhore ose cila do të jetë ose me 3, kur kanë mendim ndryshe? Është e drejtë legjitime. Ku ti besojmë është si qytetar? Këtu nuk bëhet garë se kush me çka propozon. Jo, është gara që të fitojnë më shumë mandat shqiptarët në këtë përbërjen e Kuventit të Maqedonisë. Bashkimi Demokratik për Integrim, kur bën propozime, koha e ka dëshmuar që është artikulues, afirmues dhe realizues i interesave shqiptare, dhe për këtë në kontinuitet kemi marrë edhe mbështetjen. Është shumë demokratike, është shumë legjitime, që edhe ata kanë propozim me 8 njësi, si që kemi pas ne me 3 njësi. Ata thonë se me 8 njësi është më e mirë se nuk kupet vota shqiptare. Do i thirrni, do i pyesni, kanë qëndrimet e veta, tash nuk është etike që ende nuk i kemi marrë konfirmimin nga Aleanca për shqiptarët se cili deputet ndoshta do të merr pjesë, po ftesa qendron e hapur, urdhëroni. Kjo është, domethënë, unë flas për që në këtë rast, në këtë situatë, pavarësisht që jam koordinator i Frontit Evropian, ju më pyetët për qëndrim Bashkimit Demokratik për Integrim dhe besoj që u aspjegova në detaje parimet kryesore të kumtesës që njoftuam opinionin. Pyetje pak politike, sepse mi ka fundi. Me qëra fjalën për Aleanca për shqiptarët, për Selën, për liderët e tjerë të bashkuar të themi në frontin evropian, si keni punët brenda këtij fronti, a jeni të sigurt se ndonjëri prej tyre mos vallë e braktis frontin evropian dhe të shkojnë në qeveri, sepse disa përfaqësues të ekzekutivit vazhdimisht po thonë se 4 deputet të frontit janë duke negociuar në qeveri. Ai përfaqësuesi i ekzekutivit ka një vit që gënjen opinionin, gënjen vetveten, tenton të gënjen se së gënjen opinionin, dhe në kontinuitet thirrët 2 deputet, 3 deputet, 4 deputet që nuk ka ndonjë vlerë dhe ndonjë relevancë tani më. Ajo është bosja ajo thënia në rrjetet sociale herë këtejte, herë atejte, duke vazhduar të gënjejnë. Kështu që të gjithë deputetët, gjitha forcat politike që janë në kuadër të Frontit Evropian, atë detyrim e pranojnë prej popullatës, prej elektoratit. Nuk është këtu garë se kush kujt i qëndron besnik. Pra nuk është që keni indikacionin se dikush betet i bashkuar. Nuk është e rastit që edhe Vleni po prishet. Ku pat vesh dhe unë dëgjun apelet tona që të braktiset kjo qeveri. Dhe ju tani i ndëgjoni zyrtarët e pjesës Aleancës për shqiptarët
të udhëhequr nga Taravari, që asnjë premtim për një vit nuk kanë realizuar që kanë pas programin e vet. Mos i kanë mbyll kazinot në Çajër. Kur jemi duke biseduar për Çajër, se ka dhe shumë pyetje për të parashtruar se shumë aktualitet e ka, për në fund, zotri Begjeti, a mund të më përgjigjeni në këtë pyetje? A keni ju gisht ose a jeni të përzirë në këtë punën e akuzave që po i bën kryetarit të komunës së Çajrit, Visarganiu, ish bashkëpartiaku juaj nga Daniela Arsovska kundrejt Visarganiut? Visarganiun unë e kom pas edhe kolegë dhe shok. Dhe normalisht që nuk ka asnjë gishtë edhe me përgjegjësi morale. Nuk e bëni kinse koordinimin e akuzave nga Daniela Arsovska kundër. Ja, kjo është një tentative dinakrise i Izet Megjitit që të bën një mjegull në opinion se dikush ja bën. Realisht ky problem është i mëhershëm. Me ndërtimet e paleja. Nuk bëhet fjalë për ndërtimet pa leje, unë me sa ndëgjoj në opinion bëhet fjalë për falsifikime. Është çështje tjetër ndërtimi pa leje, çështje tjetër falsifikimi. Keni ju në komunën e Çajrit ndërtime pa leje se ju akuzojnë? Dhe del prononcohet për Saraj, për ka organe. Ne jemi parti politike në opozit, mundën organet në çdo kohë. Dhe është pa kuptim të maltretohen njerëzit, ky ma bën, ai ma bën. Atë organet do e konstatojnë. Jeni të hapur nëse? Çdo pretendim, qoftë në Çajër, qoftë në Saraj, qoftë në Karposh, qoftë në Gjorçe, qoftë në Kisellavode, kështu me radhë, dhe është e panevojshme gjithë ky akrobacion që bëhet në opinion, pasi që ajo është punë e institucioneve. Kështu që nuk konsideroj se më tepër nevojitet që të përgjigjem. Zotri Begjeti, faleminderit që morët pjesë në ditarin qendror. Me ndërqofshi, ishte nder dhe kënaqësi që nëpërmjet jush të bashkëbisedojmë edhe me opinionin dhe ata që ju ndjekin juve. Faleminderit. Belinda, kjo ishte gjithçka që përgatitëm për sonte, fjala është për ti. Ju faleminderit për pjesëmarrjen në këtë edicion të lajmeve.